dhe 20. Dhe unë do t'i lutem Atit dhe ai do t'ju jap një ngushëllues tjetër. Një ngushëllues tjetër. Thoni një ngushëllues. Që do të qëndroj përgjithmonë me ju. A mund thoni përgjithmonë? Një ngushëllues që do të qëndroj përgjithmonë me ju. Vjon vargu. Frymën e së vërtetës që bota nuk mund ta marrë, sepse nuk e sheh. Frymën nuk e sheh. Frymën e së vërtetës që bota nuk mund ta marrë, sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh, por ju e njihni, sepse qëndron me ju dhe do të jetë në ju, pra brenda jush. Nuk do të jeni jetim, bonjak është fjala e përkthyer në shqip, do të kthehem tek ju. Edhe pa kohë dhe bota nuk do të më shoh, por ju do të më shihni sepse unë jetoj dhe ju do të jetoni. Kjo është epoka e frymës së shenjtë, vëllezër dhe motra. Në asnjë epokë tjetër më parë nuk është përmbushur profecia e Joelit.